Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sot inshallah kena vlerësuar disa këshilla të përgjithshme, të cilat I ka dhënë Sheikh dietari I njohur Sheikh Abdulrazak ibn Abdul Muhsin al-Badr, Allahu rujt. Edhe që është wasaja amme, këshilla të përgjithshme. Apse Sheikhu thotë që këtë e dim që kjo tema shumë e gjatë. Po nuk ka derë të udhëzimit, as rrugë të hajrit, veç se hinë në këtë titull. Mirë po thotë Sheikhu, për shkak se është fillimi I vitit 3 Hijri, po që edhe na jena në fillimet e tina, për që vlen kjo tema për neve, ata thotë unë dëshiroj që vëllezërët mi t'ja kujtoj disa gjëra të rëndësishme që ju nevojitën atyre gjatë jetës tyre në përgjithësi deri në momentin kur Allahu subhanahu wa taala ja u merr shpirtin. Por gjështje që kanë bëjnë me fillimin e vitit 3. Pra urësia Allahu subhanahu wa taala kërkon që kohën në cilën ne jetojmë, pra në cilën ne e ngjallim, Allahu subhanahu wa taala ka ndonë këtë mënyrë. Pra ka ndonë me vite, me muj edhe me ditë. Edhe gjitha këto kalojnë shpejt. Gjitha këto shkojnë edhe kalojnë shpejt. Po kalojnë ditët, muajt, vitet shumë shpejt. Mirë po ajo që duhet me ditur se çdo vit I jetës tonë që kalon, neve na afron më afër e xhelit tonë. Na afron më afër përfundimit tonë. Çdo vit që kalon, neve na mangson një pjesë të kohës qëndrimit tonë në këtë dunjë. Edhe kjo nuk është vetëm për vitet, mirë po është edhe për muajt dhe për ditët. Pra çdo ditë që ne kalojmë, çdo ditë gjithashtu na afron afër e xhelit edhe përfundimit tonë. Pra çështë ka thonë njëri prej dietarëve, pra ka shkruar një poezi në këtë çështje, ka thonë wal mar'u yafrahu bil ayami yatlubuha wa kullu yawmin madha yudni min al ajali. Thot njeriu gëzohet me ditët edhe I kërkon ato. Po gëzohet duke sinu çka ka më bën ditë të ardhshme. Mirë po çdo ditë që kalon e afron ato më afër e xhelit. Çdo ditë që kalon afron ato më afër momentit kur ka më dhënë shpirt. Edhe kjo është realiteti I njerëzve. Do shumica e njerëzve I shikon këto vitet, tarën që kanë ardhur ose ditët ose muajt, edhe do thotë to shikon vetëm edhe ose me dietarë thyre vetëm për qëllimet edhe synimet që ka me arrit. Për qëllime edhe synimet të caktuara që dëshiron me arrit në ditët e muajit apo vitet në vijim. Mirë po realiteti I gjithë çështës është se çish tham çdo ditë që na kalon neve na afron me xhelin tonë, na afron më afër përfundimit tonë. Prandaj dunjaja është kohë e kufizuar. Është vakt periudhë cilën e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Pra janë ditë numëruar. Kjo është realiteti I dunjas. E nëse përfundojnë këto ditë, atë përfundon edhe njeriu. Prandaj realiteti I njeriut është se ai është një tub, një grumbull I ditëve. Është një grumbull I ditëve. Po njeriu është, realitet është një kohë e caktuar. Nëse kjo kohë përfundon, atë përfundon edhe njeriu. Përfundon edhe njeriu. Kjo është, çu tham, nëse merret në konsiderat jeta e kësaj dunjaje. Po përfundon jeta e kësaj dunjaje. Pastaj pasojna vijnë faza tjera, që është, do thotë berzekhu, jeta në varr, që është mes dunjas dhe kiametit. Pastaj është dita e kiametit dhe kështu me radhë. Po njeriu do ta di që në këtë jetën e kësaj bote, kësaj dunjaje, ai ka vetëm një kohë, një periudhë kohës të caktuar, të kufizuar. Nëse ajo përfundon edhe ky njeri përfundon. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala shpesh në Kur'an e përmend që në ndryshimin e ditës dhe natës, pa ndrimin e ditëve dhe natëve, kalimin e muajve dhe viteve, Allahu subhanahu wa taala përmend këto si fakt, si provë pe cilës njeriu do të marrë mësim, pe cilës njeriu do të kujtohet. E muslimani I mençur me kalimin edhe shkuarjen e ditëve dhe natëve, ai gjithmonë do thotë merr mësim I kujton disa gjëra.
Do thotë këto janë mësim i madh për muslimanin. Fa Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yatadhakkara aw arada shukura." Sura Furqan ajeti 62. Thot Allah është ai i cili ka bë që dita dhe nata me orë njëna mas tjetrës, vazhdimisht me pasu njëna tjetër, mundru. Pastaj Allah subhanahu wa taala po përmend shkakun. Pas pari po na tregon që Allah subhanahu wa taala ka kriju ditën edhe natën që ato me ndjek njëna tjetrën. Pra me pasu vazhdimisht njëna tjetrën. Këto e kërkon urtësia e Allahut subhanahu wa taala. Pas pari vjen dita, me njërë pasaj vjen nata. Pastaj vjen nata, me njërë pasaj vjen dita, kështu më radhë. Pa dita dhe nata kur nuk bëhen bashkë, mirë po dhe kur nuk largohen së bashku të dhja. Pa gjithmonë do të ketë ditë ose natë, mirë po dhe gjithmonë ato të ndryshojnë. Gjithmonë do të azamesojnë dhe do të pasojnë njëna tjetër. Pa kur vjen nata, shkon dita. Edhe kur shkon dita, vjen nata, kështu më radhë. Qështë atë Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër: "Yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathitha." Surën Araf ajeti 54. Thotë Allah subhanahu wa taala bën që natën me mbulu ditën. Thotë ajo e kërkon me mbul, pra ato e kërkojnë njëra tjetrën me mbul. Vazhdimisht ato të pasojnë njëra tjetrën. Edhe Allah subhanahu wa taala po na tregon se cila është shkaku i kësaj. Pra cila është arsyeja që Allah subhanahu wa taala po na përmend këtë krijim tina, që ndryshon natën me ditën, pra bën që ato me ndjek njëra tjetrën. Mundru vazhdimisht. Thot liman arada an yatadhakkara. Por atë i cili dëshiron të kujtohet. Pra Allah subhanahu wa taala po tregon se ndryshimi i ditës së natës, apo ndrimi i ditës së natës është një derë e madhe për meselës njeriu mediton. Edhe kujton rreth disa gjëra të caktuara. Pra është një qelës i hajrit, i mirësisë. Po është një tregues i udhëzimit. Pa ai cili mediton rreth saj, gjithsesi edhe do ta ndjejë udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala. Pra njeriu i mençur, liman arada an yatadhakkara, ai i cili dëshiron të kujtoj, pa liman arada an yatadhakkara, ai i cili dëshiron të kujtoj, pra qëllimi është ai i cili ka logjik, intelekt shëndosh. Ai e sheh që me ndryshimin e ditës së natës, pa ndrimin e ditës së natës në këtë mënyrë, e din që kjo e kam ja hap atina një derë të madhe të meditimit. Cila është kjo? Pas pare e din që përderisa nata fillon edhe e po mbaron. Po ashtu përderisa dita po fillon edhe e po mbaron. Edhe për kësaj nxjerr mësim që përderisa ne kemi pas fillim, atëherë do të kemi edhe përfundimin tonë. Do të mbarojmë edhe ne, do ta kemi edhe ne përfundimin tonë. Ashtu sikur se do thot natët, ditët, muajt, vitet do të përfundojnë, po ashtu edhe ne do të përfundojmë një ditë, do të mbarojmë jeta jonë. Prandaj ne para disa ditësh e përfundum një vit plot hijri. Po përfundoj, shkoja. Edhe ai ka mbetë në histori. Pa një histori në cilën ne e kemi jetuar. Po nata edhe dita e fundit e këtij viti, po ne kemi përfunduar me të afër, s'ka qenë shumë larg. Dhe tash jemi në një vit 3. Mirë, po ashtu që ka përfunduar viti i kaluar, përfundon edhe viti i ri tash është. Po viti i ri hijri është fjalë. Mirë, po ne do të meditojmë se në vitin e kaluar ka pas shumë njerëz që kanë përfunduar jetën e tyre. Po është shujt jetë atyre. Po ne dim që ja kemi dhënë automirën shumë pi njerëzve në vitin e kaluar. Po ashtu do thot edhe në këtë vit shumë pi njerëzve do thot do të vdesin. Ndoshta disa prej tyre do të jemi edhe ne. To a din vetëm Allahu subhanahu wa taala. Ndoshta këtë vit apo këtë muaj kështu më radh. Allah subhanahu wa taala thot: "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut." Asnjë shpirt nuk e din, asnjë njeri nuk e din se në çfarë toke do të vdes. Por ku do të vdes? Ku do ta zgjidhë vdekjen? Ajeti 34 i surës Luqman. Po ashtu në surën Ra'd në ajetin 38 Allah thot: "Li kulli ajalin kitab." Çdo ejeli Allah subhanahu wa taala, çdo ejel e ka shkruar. E ka regjistruar. Kur do të vijë ejeli, pra fati i përfundimit të jetës çdo kujt prej nesh.
Kurse në surën Araf në ajetin 34 Allahu thot fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. E kur të vjen ajali i tyre atëherë ata as nuk ju shtyhet më shumë, as nuk ju përshpejtohet. Është i caktuar momenti çasti kur njeriu do të jep shpirtin e tij. E pastaj në gjithë të jemi dëshmitar që vdekja kur të vijë, ai nuk bën dallim mes vogëlit edhe të madhit, mes të mashkullit edhe femrës. Po ati që i ka ardhur përfundimi, ati që i ka afru fundi i jetës tina, atëherë vjen meleku i vdekjes edhe ja merr shpirtin. Pavarësisht është i madh apo është i vogël. Nuk bën dallim vdekja mes vogëlit edhe të madhit. Po jemi dëshmitar se shpesh kur hyn vdekja në një shtëpi, po a merr një të vogël, një foshnjë, apo një tri që është lule në rinis. Kurse aty në atë shtëpi është një i mushuar, një plak. Që ndoshta është edhe i smurt krejt, është do thot në shtratin e smundjes tine. Kështu që vdekja nuk bën dallim. Pa ti që i ka ardhur ejeli, pavarësisht është i madh apo i vogël, mashkull apo femër, do të meleku i vdekjes ja merr shpirtin atij. Prandaj njeriu nuk i lejohet kurse se që të bazohet edhe thotë që unë do të jetoj në një jetë gjatë. Mirë, muslimani më shërdohet që të punoj për sot sikur ka me vdek nesër. Po Allah subhanahu wa taala, vërtet hadithi është idha amsayta fala tantadhir as-sabah. Kur të zën mbrëmja mos e prit mëngjesin. Wa idha asbahta fala tantadhir al-masa. E kur vjen mëngjesi mos e prit mbrëmjen. Kurse gjendja shumicës për neve është që ajo që e presim sabahin, ose nuk e presim mirë, po presim që kemi jetuar edhe vitet tona në të ardhmen. Vitet shumë të në të ardhmen. Jo që mendojnë për të nesërmen. Mirë po na shpresojnë që kemi jetuar gjatë edhe vitet tona në të ardhmen. Kjo është fatkeqësisht gjendja e shumicës prej nesh. Prandaj argument apo pjesa që dëshmohet me këtë ajet është se ndryshimi i ditëve dhe natës, i natëve, ditëve dhe natëve, ndrrimi i ditëve dhe natëve, kalimi i muajve, i viteve dhe kështu me radhë, këto po për kujtim për atë i cili do me kujtu. Prandaj Allah subhanahu wa taala këto po thotë wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara. Allah është ai i cili e ka krijuar natën edhe ditën që ato vazhdimisht me ndjek në ona tjetrën, vazhdimisht. Por atë i cili do të kujtoj. Allah këtu s'po përmend çka me kujtu. Ai i cili dëshiron me kujtu, mirë po s'po përmend çka. Pse Allahu subhanahu wa taala nuk po e përmend këto? Nga se prej kësaj, për këtij krijimit Allah subhanahu wa taala ne mundu me kujtu shumë gjëra. Ose përfitojnë nxjerrim rezultate të shumta. Po janë shumë gjëra që është mirë dhe dohet që ne mi kujtu vazhdimisht kur ne meditojmë rreth ndryshimit ditës edhe natës. Spari që do të kujtojmë është e kujtu madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Për sotshmërinë e tij. Edhe precizitetin e krijimit të Allahut subhanahu wa taala. Se si Allah subhanahu wa taala ka perfeksionuar krijimin e tij. Po ndryshimi i ditës dhe natës, do ndrrimi i tyre me këtë precizitet skajshëm. Me këtë përsosmëri tregon gjithashtu për përsosmërinë e krijuesit, për madhështinë e tij. Që vërtet krijimi i Allahut subhanahu wa taala është shumë preciz. Andaj Allah subhanahu wa taala ka bërë që ky krijim me vazhdu dhe me esë këtë mënyrë. Po natën cilën e pason dita, apo ditën cilën e pason nata vazhdimisht. Pra nata në disa stin vitës zgjatet, pastaj shkurtohet. Edhe dita gjithashtu. Po kjo Allah subhanahu wa taala ka bërë me një peshore shumë precize. Po me një precizitet shkajshëm. Pra kjo tregon për përsosmërinë e krijuesit. Pa që Allah subhanahu wa taala i cili është shpikse dhe krijuesi i kësaj gjësie e këtij universi vërtet është absolut. Është krijuesi i përsosur. Pa Allah subhanahu wa taala po na kujton neve që përmes ditës edhe natës ne do t'i kujtojmë. Po kur meditojmë rreth saj do t'i kujtojmë shumë gjëra. Prej tyre pra është përsosmëria e krijuesit. Tjetra është që kur ne meditojmë rreth ndryshimit dhe ndrrimit të ditës dhe natës, kjo do të na kujtojë neve edhe arsyen, shkakun apo qëllimin për çfarë jemi krijuar ne. Po për
çka kemi ardhur, çfarë qëllimi kemi ardhur me realizuar në jetën tonë. Pra Allah subhanahu wa taala nuk e ka krijuar njerin shkëlqysh. Se ka krijuar njerin pa kurfar qëllimi, pa kurfar arsye. Ose ka krijuar njeriu që ai të jetojë kot pa pas përgjithshmëri në këtë jetë. Mirë po Allah subhanahu wa taala ka krijuar njeriu edhe ka bërë ditën edhe natën që njeriu do thotë të veprojë diçka, të bëjë diçka në jetën e tij. Jo që koha e tij në jetën e tij të shkojë duke mos pas përgjithshmëria i para dikujt. Prandaj Allah subhanahu wa taala në surën Qiyame, ajetën 36 thotë: "A yahsabu al-insanu an yutraka suda?" A mos mendoj njeriu që ka më lënë pa përgjithshmëri, pa që Allah subhanahu wa taala ka më lënë të jetojë ashtu pa kurfar synimi, pa kurfar cakon në jetën e tij, pa kurfar qëllimi. Pa s'ka më urdhnu Allah, s'ka më ndalu për disa gjëra. Kurse si, pra Allah subhanahu wa taala ka kriju ty, ka kriju ditën edhe natën, edhe të ka bëjë që ti me jetu gjatë ditëve dhe netëve, edhe të ka caktu kohën sa ki me jetu. Gjatë këtyre ditëve dhe netëve, edhe të ka caktu detyra, obligime që ti do të mi kryu, gjatë jetës tënde, gjatë saj kohë që ti ka. Kjo këtë sprovë për Allahut. Allah subhanahu wa taala sprovon me këtë, edhe sprovon me faktin që ti apo realizon qëllime për çka e kriju apo jo. Apo zbaton atë qëllim për çka ka kriju Allah subhanahu wa taala, e pra që është adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Mi u bin urnave të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ndryshimi ditëve dhe natës njeriu t'ia hap, që thon derën e kujtimit edhe meditimit. Prandaj ai që është i mençur dhe ndalet me veten e tij, ai vazhdimisht mediton rreth saj. Pra mediton kohën që i ka kaluar, prej momentit kur është lind deri tash. Qysh i ka kaluar ditët, cilat ai ka jetuar. Gjithashtu edhe natët që i ka kaluar. Qysh kanë qenë ai në vitet e kaluara, në muajt e kaluara që do thotë ai ka jetuar dhe ka përfunduar këtë pjesë të tymrit të jetës tina. Si ka qenë gjendja tina gjatë këtyre viteve? A kanë qenë këta muaj dhe këto vite që e kanë afru këta te Allahu subhanahu wa taala, apo që e kanë largu pe Allahu subhanahu wa taala? A kanë qenë këta muaj, këto ditë dhe këto vite që ja kanë shtuar atë imanin edhe afrimin te Allahu subhanahu wa taala? Apo kjo shtesë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, këtë jetë që ja ka shtuar Allahu subhanahu wa taala, po këto muaj dhe këto vite në realitet kanë qenë e keqe, cilën e ka pasur keqe tjetër. Po që i kanë mbush këqija, cilat do thotë janë vendos njëna mbi tjetrën. Pra zarar mbi zarar, dëm mbi dëm. Pra i mençuri është ai i cili e merr llogari veten e tij. Edhe mediton rreth kohës që i ka kaluar. Si ka qenë gjendja e tij në vitet e kaluara. Edhe si do të jetë gjendja e tij në vitet e ardhshme, nëse Allah subhanahu wa taala i jep jetë apo ditët e ardhshme. Po në çfarë rrugë ka qenë ai në të kaluarën? Prandaj pi duave që është transmetuar pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë: "Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli shar." O Allah, bëne jetën time shtesë në çdo hajër, për çdo hajër, për çdo të mirë. Kurse vdekjen time bëne rahatom, do të thonë për çdo të keqe, me vdekjen time. Prandaj njeriu do të shikoj se si është gjendja e tij në jetën e tij. Pra, gjatë jetës së tij ka shtu hajrin, pa është shtu imani i tij, ai ka shtu bindjet adhurime ndaj Allahut subhanahu wa taala, ka shtu kujdesin ndaj adhurimeve ose urnave të Allahut subhanahu wa taala. Apo do thotë ditët edhe zgjatja e ymrit jetës tij, këto e kanë ndërkuar drejt mungesës, me pas mangësi, dobësi, edhe lehtësi në fenë Allah subhanahu wa taala. Pra njeriu merr llogari veten e tij para se të merret llogari prej Allahut subhanahu wa taala. Muslimani i mençur e merr llogari veten e tij para se të merret llogari prej Allahut subhanahu wa taala. Pra e përshon veten e tij dhe veprat e tij para se të përshon prej Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu thot: "Irtahal ad-dunya mudbira, wartahalat al-akhirah muqbila." Dunjaja vazhdimisht udhton edhe na ka kthyr shpinën neve. Po është drejt përfundimit. Kurse ahireti thot vazhdimisht udhton edhe është duke ardhur drejt neve.
Prandaj thot wa likulli wahidatin minhuma banun. Edhe çdo njëra prej këtyre dyve i ka dhe bijtë e saj. Pra dhe dunjaja ka bijtë e saj, edhe ahireti ka bijtë e saj. Prandaj thot fekunu min abna'i al-akhirah wa la takunu min abna'i ad-dunya. Prandaj thot bëhuni bijve të ahiretit e mos u bëni bijve të dunjas. Po dunjaja është duke udhëtu, edhe na ka kthy shpinën, pra është afër përfundimit. Vazhdimisht na jemi duke afruar afër fundit ton. Është duke kalu dunjaja. Nuk është e përhershme, pra është e përkohshme. Ka me kalu një ditë. Kurse ahireti është duke udhëtu, duke ardhur drejt neve. Edhe çdo njëri për dunjas edhe ahiretit i ka dhe bijtë e tyre. Po dunjaja ka bijtë e tyre që vazhdimisht do thotë me mundin më të madh maksimumin, do thotë atë mundin maksimum ngajnë mas dunjas, vrapojnë mas dunjas. Lodhen, stërmundohen që me arrit dunjan. Po qëllimi kryesor i tyre, synimi kryesor i tyre është edhe shqetësimi kryesor i tyre është dunjaja. Nuk kanë ata shqetësim dhe synim tjetër veç se dunjas. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lutje thot Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. O Allah mos e bë dunjan shqetësimin ton kryesor. Edhe qëllimi për çka ne e arrim dijen tonë. Po mos tjetë dija se ne arrim dunjaja. Synimi apo shqetësimi kryesor jonë me kon dunjaja. Po kështu është një gjendja e disa njerëzve, që shqetësimi kryesor i tyre është dunjaja. Edhe qëllimi kryesor i arritjes dijes është dunjaja. Allah subhanahu wa taala për këtë thot ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sura Rum ayet 7. Po ata e din edhe njohin vetëm pjesën e dukshme të dunjas. Realitetin e saj nuk e njohin. Kurse thot për ahiretin janë gafil, janë të pavëmendshëm. Kurse ata që Allah subhanahu wa taala i ka bekuar me mirësitë e tij, që Allah subhanahu wa taala i ka begatuar me dhuntitë e tij. Po qëllimi kryesor i tyre, synimi kryesor i tyre është ahireti. Prandaj Allah subhanahu wa taala në surën Isra thot: "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Ata të cilët e kanë për qëllim ahiretin, e synojnë ahiretin, edhe përpiqen maksimum për ahiretin, me gjithë shpirt. Duke qenë besimtar, thot ata Allahu subhanahu wa taala këtyre njerëzve përpjekjet e tyre dhe mundimin e tyre do t'ja shpërblej. Allah subhanahu wa taala gjithsesi do shpërblej ty për mundin që jep për ahiret. Prandaj, për ndryshimin e ditëve dhe natës apo ndrimi i tyre, njeriu do ta kujtojë për këtë realitet madhor. E që është se dunjaja që njerëz vrapojnë masajna, garojnë masajna ose në arritjen e saj, shkon zbashku me shkuarjen e viteve. Edhe kalon zbashku me kalimin e ditëve. Po përfundon zbashku njëkohësisht me përfundimin e muajve. Edhe këtë dunjaja një ditë do të përfundojë kështu. Kjo është gjendja e saj. Pa nuk jemi ne dëshmitar që na ka kalu një vit apo shumë vite për jetës tonë. Edhe me kalimin e këtyre viteve pra, s'pari kalon një pjesë e jetës tonë. Pa jeta e njeriu. E pastaj gjithë kjo dunja do të shkatërrohet. Edhe e dim që ai i cili vdes veç se ka ndodhur kiameti i tij, ose për ta. Pastaj pas vdekjes do të vijë kiameti i madh. Po në kohën që e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Po ai i cili vdes, po do u bë kiameti. Dasa për të pas vdekjes do të fillojë më herë dhënia llogarisë. Edhe shpërblimi apo dëshkimi prej Allahut subhanahu wa taala. Momentet që njeriu vdes dhe futet në varr, do të fillojë llogari dhënia. Për këtë arsye, do thonë me kujtu kalimin e ditëve, natëve, muajve dhe viteve, neve do të na shtyjë që me kujtu për këtë realitet, cilin gjithsesi do ta përjetojmë secili prej nesh. Prandaj Allah subhanahu wa taala thot liman arada an yadhakkar. Kush dëshiron që kujtoj, o me kujtu që dunjaja është e përkohshme. Që ajo një ditë do të përfundojë. Askush nuk dëshiroj për gjithmonë dunjë. Kjo do të thotë ta mundson kur ti mediton rreth ndryshimit apo ndrimit ditëve dhe natëve. Pa, tjetra që duhet na kujtoj është se gjatë ndrimit ditëve dhe natëve do të kujtojnë se Allahu subhanahu wa taala në këto ditë dhe natë neve na i ka caktuar disa adhurime që do të mi kry. Po jo vetëm mirë, po shumë adhurime Allahu subhanahu wa taala na ka obliguar që
me i kry gjatë këtyre ditëve apo kalimit ditëve edhe natëve. Prej tyre ka farze, obligime, prej tyre ka sunete, gjërat preferume. E dim gjithë kur vjen agimi, pra Allah subhanahu wa taala na ka urdhëruar që me adhuru Allahun duke i falë 2 rakate farz. Pastaj kur dielli është në zenit, pra në zaval Allah subhanahu wa taala na ka urdhëruar që me adhuru Allahun duke i falë 4 rakate. Po ashtu kur hija është sa mallësia objektit. I fal 4 rakate, pra namazi i kindis, kur perëndon dielli i fal 3 rakate. Kur të perëndon apo të largohet e kushtramtan mas perëndimit të diellit, pra në horizont, i fal 4 rakate namaz tjetësisë. Po kjo na tregon se adhurimet tona janë ndërlidhura ngushtë me ndryshimin e ditëve dhe natës, edhe natëve. Me ndryshimin e ditëve dhe natëve. Prandaj patjetër muslimani do të mësoj këto kohë. Pra Allah subhanahu wa taala adhurimet tona e ka caktuar kohën. Kur mi kry ato gjatë ditës apo gjatë natës. Kështu që muslimani do të me ditë ndryshimin e ditëve dhe natëve, do të me ditë kur do të me kry ai adhurimet të cilat e ka obliguar Allahu subhanahu wa taala. Pra Allah subhanahu wa taala e ka bëu që çështja më lart ndryshimin apo ndrimin e ditëve dhe natës në këtë mënyrë, këtë formë, që njerëz po me ditë kur do të kryej adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thonë: "Yurfa'u ilayhi 'amalu al-layli qabla an-nahar wa 'amalu an-nahari qabla al-layl." Te Allah subhanahu wa taala thotë ngriten veprat e natës para ditës dhe veprat e ditës para natës. Po prapë na tregon që do thotë veprat tona janë ndërlidhura me kohën, do janë ndërlidhura me kalimin e ditëve dhe natëve, me ndryshimin e ditës dhe natës. Po ashtu Allah subhanahu wa taala gjatë ditës dhe natës e hap derën e pendimit. Edhe derën e atyre që dëshirojnë mu kthy te Allah subhanahu wa taala. E hap Allah subhanahu wa taala këtë derë për robët e tij. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Inna Allaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahar. Allahu azza wa jalla thot e shtrin dorën e tij gjatë natës, në mënyrë që mu pendu keqbërsi ose ai që ka bëu mëkate gjatë ditës. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'u al-layl. Kurse thot e shtrin dorën e tij gjatë ditës, që mu pendu ai që ka bëu gjunohen gjatë natës. Por kjo është ajo që e tham fillim, që ndryshimi i ditës dhe natës apo ndrimi i tyre do të neve na nxit që me meditu rreth kësaj na. Po që me këthon, kaloj një natë, ku mba me kate, a ju më pëndu të Allah, subhanahu wa ta'ala. Kaloj dite, ku mbush me kate, apo pëndona të Allah, subhanahu wa ta'ala, apo jo. Apo pe haroj këta du me kate që i ku mba ndaj Allahot, subhanahu wa ta'ala. Pra Allah, subhanahu wa ta'ala, po eshtrin dorën tina që me pranu pëndimin tonë. Me t'i falj me katet, me t'i falj gjënat, me t'i te i kalu ato lajthitjet dhe shkalljet e tua. Edhe mi ngrit shkallët, gratë e tua, gradet e tua në ahiret, në xhenet. Kurse unë po ja kthej shpinën gjithë kësaj. Po ja kthej shpinën kësaj mirësie të Allahut subhanahu wa taala. Apo po ja kthej shpinën adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj duhet secili prej nesh të kemi kujdes. Kemi kujdes që mos të bim në këtë gabim kaq të madh. Po që mos me meditu rreth ndryshimit ditës dhe natës. Po kjo është çështje shumë e madhe, shumë e madhe. Prandaj Allah subhanahu wa taala shpesh po përmend Kur'an kur na kujton këto. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thotë: "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar." Thotë të kjo vazhdimisht ndrohen melek gjatë ditës dhe gjatë natës. Pra zaventësojnë njëra tjetrën. Melek gjatë ditës edhe gjatë natës. Allah subhanahu wa taala çfarë më ka thënë që nata me pasu ditën dhe dita natës vazhdimisht. Edhe melek ndrohen sipas ndrimit ditës dhe natës. Po disa zbresin, pastaj disa tjerë ngjiten në qiell. Pra një grup zbret, një grup ngjitet e kështu me radhë vazhdimisht. Me ndryshimin e ditës dhe natës. Çka është detyra tyre, misioni tyre, me çka I ka ngarkuar Allah subhanahu wa taala? Mas këtyre fjalë pejgamberi sa thotë: "Wa yajtami'una fi salati al-fajr wa salati al-'asr." E pastaj thot ato të bëhen namazin e sabahit dhe namazin e kindis. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim
kejfe të rëktu me ibadi. Thot pastaj ata që kanë qëndru gjatë natës ngritën të Allahu subhanahu wa taala. Ata që kanë qëndru të ju gjatë natës thonë shkojnë të Allahu subhanahu wa taala, thotë Zoti i tyre i pyet, edhe thotë ai edhe më smiri i pyet si lat robët e mi. Për e kolune të roknahum wa hum yusallun, wa atajnahum wa hum yusallun. Thotë i kena lanë duke u fal, po i shku të ata duke u fal dhe i lanë duke u fal. Kjo ndodh çdo natë. Po kjo ndodh çdo natë me melek të Allahu subhanahu wa taala. Pra këtë fjali, këto fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kanë vetëm ai i cili ka kujdes për namazin e tina. Është i kujdesshëm që e ka namazin kohë. Pra që Allahu subhanahu wa taala ka nderuar me kanë i kujdesshëm për namazin. Kurse ai i cili është xhumash, ai i cili flan, ata melek kur shkojnë te Allahu subhanahu wa taala do thonë se e kanë lënë ato duke qenë xhum. Po duke i dhënë përparësi xhumit tina, duke i dhënë përparësi shtratit tina, duke i dhënë përparësi dunjas para ahiretit, pra para namazit. Kurse namazi është më i mirë se sa xhumi, që thuhet në ezanin e sabahit. Po kjo është ajo për cilën do të meditojë njeriu në ndryshimet e ditëve të natës. Po ndryshimet e ditëve të natës vazhdimisht ndodh, edhe kjo tregon se ato me kalimin e tyre kalon edhe jeta tina, kalon edhe koha tina. Edhe në gjatë këtyre ditëve të natëve, dhe Allah subhanahu wa taala neve na ka obliguar me disa, na ka urdhëruar me disa adhurime, me disa bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pa që njeriu gjithçysh do të mikry ato. Prandaj secili do të meditoj edhe të mendoj se si po e kalon këto ditë. Po si është gjendja tina me adhurime ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra në raport me Allahun subhanahu wa taala sa i përket këtyre kohëve, sa i përket këtyre kohën në cilat Allah subhanahu wa taala na ka caktuar adhurime, na ka urdhëruar mi krye disa prej ibadete. Për kësaj shtoja, ato që e dim secili prej nesh, koha e shkuar nuk kthehet. Por ai që ka kalu kur nuk ka mundësi. Kjo është përveçërive të kohës. Allah subhanahu wa taala ka bërë që ajo kohë e cila shkon, mo nuk kthehet kurse si. Do të çohem një çast shumë i shkurt. Ai nuk ka mundësi më kthej. Prandaj njeriu do të marrë llogarive të nitin për këtë. Meditorëve të saj, ta kujtoj këtë gjë. Po çush ka qenë gjendja tina të kaluar me adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Po në kohën që e ka kaluar. Si ka qenë gjendja tina? Po, ata njeriu ka me gjithë që është njëri mes dy njerëzve, ose ka qenë bamirës, po që ka bëve pra të mira, për mirë. E nëse gjëjë vetën të tillë, ata le ta falenderojnë Allahun subhanahu wa taala. Dhe le ta lutojnë Allahun që më forcu në këtë rrugë. Ka forcu kohën e tina, më forcu zemrën e tina, imanin e tina. E nëse ka qenë keqbërës, ata le ta shërtoj vetën e tina dhe të pendohet te Allahu subhanahu wa taala. Nëse Allahu po thotë limen arada e yadhakkar, dërshimi i ditëve të natës është për atë që don me meditoj rrugësaj. Prandaj ti do si musliman shpesh dhe vazhdimisht me kujtu këtë gjë. Prandaj nëse secili prej nesh po kthehet mbrapa dhe i kujton ditë që i ka kaluar, vite që i ka kaluar, sa kanë qenë ato? Sa ka qenë numri i tyre? Si ka qenë gjendja e tyre me Allahun subhanahu wa taala ose me adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala? Ka për neve që i ka kaluar 20 vjet, ka 30, tjerë ndoshta 40, tjerë që janë me neve ndoshta këtu janë 50 dhe 60 e më shumë. Po kanë kaluar ditët, kanë kaluar natët, kanë kaluar mujtë dhe vitet. Edhe krejt do thot vepra që i kemi bërë ato janë shkruar, janë regjistruar. Asgjë nuk është harruar. Çdo gjë janë regjistruar. Do thon librin ton. Çu thot Allahu subhanahu wa taala la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Libri i regjistri veprave tona, libri nuk e lën asnjë të vogël, asnjë vepër të vogël, sa do vogël është, as e madhe vetë se e shkruan e regjistron. Pra ka përfshi ato. E na shumicën e këtyre i kemi harruar. Mirë po Allah thot ahsahu Allahu wa nasuh. Allah ata i kanë harruar, mirë po Allah e ka regjistruar ato. Po shumë për me kate na i kena harruar. Disa prej tyre na kujtohen, mirë po nuk shpejtohemi me u pendu te Allahu subhanahu wa taala. Po e kemi harruar komplet, plotësisht, hiç nuk na kujtohen, as nuk na shkojnë në përmendje plot. Mirë po njeriu kur dal para Allahu subhanahu wa taala, çdo vepër tina që e ka bërë do ta gjej përpara. Sa do e vogël që është ai. Që thot Allahu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa. Nuk e lën
regjistri, libri i veprave tona as një vogël as të madhe veç se e regjistron ato. Prandaj kështu do të njeriu të kujtoj, meditoj rreth ndryshimeve dhe ndryrimit të ditëve dhe natës. Po çik ai kohë që i ka kaluar. Ato natët, ditët e pasojnë ai tjetër mirë, po me kët kalon edhe koha jote. Koha e jetës tonë, ymri yt. Afrohet e gjeli yt. Çish ke qenë në këtë kohën e kaluar? Në vitet e kaluara. A ke qenë në hajër, në mirësi dhe në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala? Atëherë falendro Allahun dhe kërkoj Allah që më të shtuë edhe më shumë, edhe më të forcon këtë rrugë. Nëse ke qenë të keqën, sharr, edhe në humbje, atëherë çortove të tënde edhe pendohu, edhe ktheu te Allahu subhanahu wa taala. Nga se para ti e ki ende kohë, ki ende afat. Përderisa je gjallë, atëherë ki kohë më kthy te Allahu subhanahu wa taala. Përderisa ditët dhe natët tua s'kan përfunduar, atëherë ki kohë më kthy te Allahu subhanahu wa taala. Ne kemi përmendur më herët rastin që ka ndodhur me Hasan al-Basriun, rahimahullah, Allahu mëshiroft, i cili e ka pa një burr kohë gjatë shtym në mosh, edhe e ka kujtu. Pra e ka këshillu dhe ka kujtu dhe ka thonë sa vite i ki. A i ka thonë afër 60 vite. Atëherë Hasan al-Basriu ka thonë ma alimta annaka mundu 60 sana wa anta tasiru fi tariqin yasilu bika ila Allah. Fakat awshakta an tablugha nihayatahu. Ata nuk e din që gjatë këtyre 60 viteve ti vazhdimisht ke ecë në një rrugë e cila të afron edhe të çon te Allahu subhanahu wa taala. Gjatë këtyre 60 viteve vazhdimisht ke ecë, ke udhëtu në rrugën e cila duke dërguar te Allahu subhanahu wa taala. Thotë edhe gati ju ke afruar kësaj rruge. Do me përfundimin e saj. Po 60 vite ju ke afruar gati me kry këtë rrugë. Çka ka thonë kënjëri, ka thonë inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne te Allahut dhe vetëm tek Allahu do të kthehemi. Mirë, po Hasan al-Basriu ka thonë e wa ta'rifu tafsirahu. A din çfarë është komenti i kësaj fjale? Çish do të kuptohet kjo fjalë? Po çish do të komentohen këto fjalë? Apo po e thu këtë fjalë që e thonë shumica njerëzve. Po njerëz të thjeshtë, njerëz të rëndom, që të thonë një fjalë nuk e din kuptimin edhe do të thonë në saj. Atëherë kjo ka pyetur më tafsiru. Çish do të komentohet kjo? Hasan al-Basriu ka thonë inna lillahi ay ana 'abdun lillah. Kur thuan je ne jam te Allahut, edhe kuptimi e ka që ti je rob i Allahut subhanahu wa taala. Je rob i Allahut subhanahu wa taala. Po Allahu ka kriju ty. Allahu ka dhënë ekzistencë. Allahu ka kriju për një qëllim. Caktuar. Po që është me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Ata ka kriju për një qëllim, për një qëllim, për një qëllim caktuar. Jo shkelësh. Jo kot. Mirë, po me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Po ti je rob, qëllimi është rob adhuruesi i Allahut subhanahu wa taala. Po unë jam rob i Allahut wa inna ilayhi raji'un wa ana raji'un ilayhi. Po pastaj vazhdon të shpjegon se kur thotë vetëm tek Allahu do të kthehemi, atëherë ti do të kthehesh te Allahu. Po derisa ti në këtë dunjë je rob i Allahut subhanahu wa taala. Edhe din që gjithsesi do të kthehesh, po përfundimi është te Allahu subhanahu wa taala, që thot Allahu inna ila rabbika ar-ruj'a, vërtet vetëm tek Zoti është kthimi. Por përfundimi te ai do të përfundojë udhëtimi jon. Atëherë Hasan al-Basriu thot që qëllimi i kësaj është që përderisa kthehesh te Allahu subhanahu wa taala, edhe ti je rob i Allahut, atëherë Allahu ka kriju ty që me adhuru Allahun, po të ka urdhëruar me ibadete ndryshme, të ka ndaluar pi gjërave ndryshme, atëherë që Allah subhanahu wa taala me të sprovu ty. Që kur kthehesh te Allahu subhanahu wa taala, me të shikuar se a ke plotsu në të Allah subhanahu wa taala dhe e largu pi ndalesave të Allah subhanahu wa taala. Që thot Allahu li yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ka kriju jetën e vdekjen që me sprovu juve cili prej juve është më vepërmir. Prandaj Hasan al-Basriu thot fa idha alimta annaka lillahi 'abd wa annaka ilayhi raji' wa annaka idha raja'ta ilayhi sa'alaka 'amma khalaqaka lahu wa awjadaka li tahqiqihi. Prandaj kur e din që ti je rob i Allahut subhanahu wa taala, ai do të kthehesh, përderisa që më kthy te Allah subhanahu wa taala, Allah ka të marrë pyetje ty. Ka më të pyet për atë që ka kriju Allah subhanahu wa taala. Edhe për qëllimin që ka dhënë ekzistencë për me realizuar atë qëllim. Prandaj thot përgatitet për këtë pyetje, përgatitet përgjigje. Fa'idda lil mas'alati jawab. Për këto pyetje që kam i të drejtuar Allah subhanahu wa taala,
atëherë ti përgatit të përgjigjen. Çka kemi përgjigjë Allahut subhanahu wa taala? Pra ti robi Allah, do të thjesht Allah subhanahu wa taala. Allah kur qëndrosh para tina, ka me të pyet ditën e Kiametit për këto gjëra. Po qëllimi për cilën të ka kriju, që ti me realizuat qëllim, a ke çunë vën apo jo? Përgatit përgjigje për këto. Si kemi përgjigje Allahut subhanahu wa taala. Atë njeriu do të mos tyne fjalët të Hasan al-Basrit Allahu mëshiroft, është kujtuar, ka thonë, "Wa man hila", atë cila është zgjidhja kësaj. U ka kaluar shumë vite. E unë do thotë se kam si mundu me realizu këtë qëllim. Cila është zgjidhja për këtë? Ata thotë, "Ahsin fima baqi, yughfar laka fima ma qad madha." Yughfar laka ma qad madha. Thotë, bëj vepra të mira në pjesën e jetës që të kam vetë, komë t'i falë Allah subhanahu wa taala të kalumet. Po kjo është ajo mirësia Allah subhanahu wa taala. Nderi që Allah subhanahu wa taala jep robëve të tij besimtar. Po Allah subhanahu wa taala me gjithë gjërat e shumta që kemi bërë të kalume, nëse ne tregohemi të kujdesshëm, që në pjesën e mbetur të jetës tonë, më kthy te Allah subhanahu wa taala, më pendu. Edhe me bëj vepra të mira, atëherë Allah subhanahu wa taala na i fal mëkatet tona. Prandaj kurse se na nuk do të më humb shpresën në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Kurse se nuk do të më humb shpresën që Allah subhanahu wa taala ka më na fal. Po gjithashtu nuk do të që ne me vazhdu me jetu në gabime, në mëkate, mu tregu neglizhent. E pastaj do thotë jeta jonë me përfundua dhe vdekja jonë me na nxon këtë gjendje. Po do t'ja kujtojmë vetes tonë, ta marrim para vetes, ta marrim parasysh veten tonë, do vazhdimisht me këshillu veten tonë. Nëse na nuk e dim sa na ka mbet për jetës tonë. Është na mbet shumë pak. Është na mbet një orë apo një ditë. Apo një qasë si shkurt. Po nuk e din askush prej neve. Mirë, po nëse ti bën vepra të mira dhe je sinqert në këto vepra të mira ndaj Allahut subhanahu wa taala, atëherë Allah ka më t'i fal ato që ke bën të kaluar. Prandaj selefi këto kanë thënë el-ghanimatul barida. Pra e fitimi i ftohtë. Po që nuk jep shumë mund. Mirë, po nëse ti tregosh në ditët që të kanë mbet, do vepër mirë. Edhe i sinqert me Allahun subhanahu wa taala, dhe pendohesh për të kaluar, atë Allah subhanahu wa taala ka ta fal të kaluar. Po kjo është një anë shumë madhore për cilën ne e kujtojmë ose meditojmë, kur meditojmë në bija ndërmend dhe kujtojmë për Allah subhanahu wa taala, po na thotë që ndryshimin e natës dhe ditës, do thotë ka fakt, ka argument për ata që dojnë me kujtu. Po me ndryshimin e ditës dhe natës. Prandaj neve nuk na lejohet që me jesë këtë jetë ashtu që jesën ata cilët që i përshkruan Allah subhanahu wa taala jesën me fytyrë përmbës. Po thotë Allah subhanahu wa taala fa man yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Në surën Mulk ajetin 20. Ata është i ngjashëm ai i cili ecë me fytyrën e tij përmbës mbi tokë, apo ai i cili ecë ball lart në udhën e drejtë të Allahut subhanahu wa taala. Pra dhe muslimani do t'jeti i mençur, do t'jeti i zgjuar. E do t'a di qëllimi për çka ka kriju Allah subhanahu wa taala, për çka Allah subhanahu wa taala ka sjellën në ekzistencë. Pastaj dohet që me luftu veten e tina edhe me punu për këtë qëllim. Por mi kry këto adhurime, ibadete, adhurime për cilat na ka urdhëruar Allah subhanahu wa taala. Po bëj vepra sa më shumë që na afrojnë te Allahu subhanahu wa taala. Edhe më largu për aty në gjërave që na pengojnë apo bëjnë pengesa mes neve mes Allahut subhanahu wa taala. Prandaj nëse kalojnë ditë edhe të natët, atë në këtë gjendje atë do të shohet hajri, jot, po mirësia, do të ketë mirësi mbi mirësi, ngritje mbi ngritje. Pra që ka ardhur në Musnedin e Imam Ahmedit dhe Sunenin e Tirmidhiut, edhe në vende të tjera, pi Abu Bakrit radhiyallahu anhu, një njeri e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja Rasulullah, ayu nasi khair, o i dërguar Allah, cili prej njerëzve është më i miri? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, men tala umruhu wa hasuna amaluhu, është ai i cili zgjatet jeta, po jeton gjatë edhe bën vepra të mira. Po jeton gjatë mirë, pa jetë e mbush me vepra të mira. Pastaj ky ka thonë fa ayu nasi sharr, e cili është më i keq i njerëzve? Thotë men tala umruhu wa sa'a amaluhu, ai i cili jeta tina është e gjatë mirë, po ato e mbush me vepra të këqija. Për këtë arsye besimtari i cili është i mençur, po besimtari që thamë do të jetë i mençur i zgjuar. Kur të shtohen ditët e jetës tina,
atëra ai duhet mundohet që këto ditë jenë shtesë gjithashtu në hajër, të mira, vepra të mira, në adhurime ndaj Allahut subhanahu wa taala, vepra që afrojnë te Allahu subhanahu wa taala. Po veprat me të cilat Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur. Po tjetë për këtyre njerëzve më të mirë, që jetët e tyre kanë qenë gjata edhe i kanë mbush me vepra të mira. Kurse njerëz të këqij ose njerëz më të këqij që i ka përshku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ata të cilët kanë jetuar gjatë, mirë po kanë bërë vepra të këqija. Po i kanë kaluar ditët, i kanë kaluar natët, edhe ai do thotë e ka shtu të keqen edhe më shumë. Çdo natë që i ka kaluar e ka shtu të keqen. E ka shtu të shëmtim. Edhe do thotë e ka shtuar përmbysjen edhe ja ka thyer shpinën në udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë leysa ahadun afdalu 'inda Allahi min mu'minin yu'ammaru fil Islam yakthuru takbiruhu wa tasbihuhu wa tahliluhu wa tahmiduhu. Sot nuk ka njeri më të vlefshëm, më të mirë se sa besimtari i cili jeton gjatë në Islam, edhe gjatë kësaj jetës tina shtohen shumë tasbihe. Do thonë subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, kështu më radhë. Pra shtohet shumë dhikri. Përmendje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Po besimtari kështu do t'i kalojë ditët e tina. Sa më shumë që i kalon ditë, aq më shumë shtohet mirësia tina. Aq më shumë shtohet hajri tina. Aq më shumë shtohet ngritja tina në xhenet. Po këto do ta kujtojmë ne kur meditojmë rëndërimit të ditëve dhe natëve. Po ashtu bi gjëra të tjera që do t'i kujtojmë është se edhe që përmana më pak më lartë është që ditët dhe natët tona janë depo të veprave tona. Po veprat e mira, ata që janë besimtarë të mirë garojnë se cili po deponon më shumë vepra të mira në depon e ditëve dhe natës. Cili prej tyre po bën vepra që sa më shumë afrohet te Allahu subhanahu wa taala dhe kënaqet Allahu subhanahu wa taala. Po këto ditë dhe këto natë janë kriju që njeriu me bë që sa me vepru me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala pra ka bërë që si sprovë për neve që gjatë këtyre ditëve dhe natëve na ka saktuar disa armiq që na pengojnë neve për hajret, na pengojnë neve për adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Që dëshirojnë që ditët dhe natët tona, gjatë ditëve dhe natëve tona neve me qenë sa më larg Allahut subhanahu wa taala. Ja kthy shpinën në Allah të udhëzimit tina. E armiku më i ashpër, armiku më i rrezikshëm, armiku që do thotë kur nuk lodhet në luftën ndaj neve, është shejtani i mallkuar. Për këtë arsye njeriu do të gjatë kalimit të natës do t'ia kujtojë vetes tina që e ka një armik, i cili dëshiron prej teje, po si musliman, që mos mi kalu ditët dhe natën në adhurim ndaj Allahut subhanahu. Ja për këtë që kanë ardhur hadithe shumë të këtë kuptim. Ne do t'i marrim disa prej tyre dhe më ditojmë asaj se si shejtani ngreh kurtha kundër nesh. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ya'qidu ash-shaytanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa na'imun thalathu uqad." Shejtani thotë shkon te koka ose qafa e dikujt për jush. Do kafja është kjo pjesa e fundit e kokës që lidhet me qafën. Thotë edhe aty i lidh 3 nyje. Kur është ai në flajt në gjumë, ja lidh 3 nyje. Yadribu kullu 'uqdatin 'alayka laylun tawilun farqut. Po çdo nyje thotë që e lidh, thotë është natë e gjatë, flajë edhe pak, mos e çon me badhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Mirë po thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fa in istayqadha fa dhakara Allah in halat 'uqdatun. Thotë mirë po besimtari kur zgjohet edhe përmend Allahun, janë për këtyre nyjeve zgjidhet. Fa in tawadda'a in halat 'uqdatun. E kur të merr abdes zgjidhet nyja tjetër. Fa in salla in halat 'uqdatun. E kur të falet pastaj zgjidhet edhe nyja tjetër. Fa asbaha nashitan tayyib an-nafs. Kështu thotë besimtari zgjohet duke qenë aktiv, me shpirt të mirë. Po duke bërë sprehje. Wa illa asbaha khabith an-nafs kasla. Mirë përndryshe thotë nëse nuk i bën këto, atë shohet me shpirt të keq. Do të thotë dembel. Po kjo është një prej kurthave që shejtani ngrit kundër njerit. Po gjatë natës mundohet që me ty me të largu prej, do të me fund demelin të tim mos me krye adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, ose përmendjen ndaj Allahut e kështu me radhë. Po ashtu e dim që shejtani vazhdimisht ngjet kurtha kundër neve, gjatë ditëve dhe gjatë natës, kur nuk lodhet. Qysh thot Allah kur i tregon fjalët e shejtanit në surën Araf, pasi që Allah subhanahu wa taala ka përzon për xhenetin, çka ka thonë?
thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. I ka dhënë Allahu tun pasoj kam ardhur aty nga para edhe nga prapa. Pa njerëzve vazhdimisht. Anës djathtë prej anës të majt. Edhe shumicën e tyre s'kemi gjetë si falendërues, si njerëz ndaj Allahut. Shumicën e njerëzve po shejtani ka mi deviju dhe s'ka më qenë falendërues ndaj Allahut. Po shejtani kështu e ka përgatitur veten e tij. E ka përgatitur ushtrinë e tij, këmsurinë dhe kalorësinë e tij, çfarë Allahu subhanahu wa taala. Edhe merr pjesë në pasurinë e njerëzve, në veten e tyre, në fëmijët e tyre. Edhe ju vjen për çdo anë. Çka është qëllimi i tij? Qëllimi i tij është që natët edhe ditët e njerëzve mos mi kalon në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Mirë po mi kalon në mëkat ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj çu që kanë përshkruar disa dietarë që shejtani është lisul iman. Është hajni, hajduti i imanit tonë. E vjedh imanin tonë. Po qëllimi i tij nuk është me vjedh diçka tjetër veç se imanin e besimtarit. Me vjedh imanin prej besimtarit. Kjo është qëllimi i tij. Po që ty me ta vjedh imanin, ose duke ta paksu ose krejt me ta marr imanin. Po me ta marr këtë thesar kësht shmushëm. Po na çu dina, hajni ku të me vjedh diçka, ai shkon te në vendin se li është i shmushëm, se li ka vlerë. Po nuk shon te në shtëpi e cila është e shkatruar për shemb. Prandaj edhe qëllimi kryesor i shejtanit është, do thotë ka punë me zemrën e besimtarit. Do dëshiron që me vjedh imanin prej zemrës besimtarit. Prandaj do të përmendet që Ibn Abbasit e ka ardhur një njeri e ka thënë që inna al-yahuda taz'umu anna ash-shaytana la yuwaswisu laha fi salatiha. Hebrejt po pretendojnë që shejtani nuk i bën vezëse aty në namazin e tyre. Po ato lutjet namazin që ka. Ka thonë as s'kem vezëse hiç. Po çush keni ju muslimanë? Ata ndosh harmoni ma ngritur me to. Mirë po çka ka thonë Ibn Abbasi? Radiallahu anhu, wa madha yasna'u ash-shaytanu bi baytin kharib. E çka ka më bëj shejtani në shtëpi që është e shkatruar? Në shtëpi që s'ka iman. Ajo që është e shkatruar, shejtani nuk ka punë me to. Shejtani qëllimi i tij është që do thotë me vjedh imanin prej zemrës besimtarit. Prandaj njeriu sa më shumë që xhadet edhe në detina e shton imanin e tij, kthimin te Allahu subhanahu wa taala. Edhe kujdesin për hajër. Atë edhe shejtani e shton atë kujdesin e tij që ty edhe përpjekjet e tij që ty me të largu prej rrugës të Allahut subhanahu wa taala. Kto do të më ditë. Do të sa më shumë që ti e shton hajrin, të mirat, adhurimet, atë shejtani ka mështuar edhe më shumë revisin ndaj tij. Ka mështuar edhe më shumë luftë ndaj tij. Prandaj çush transmetohet te Imam Ahmedit, Allahu mëshiroft, kur ka qenë momentet e fundit, pra në agoninë e vdekjes ka thonë la ba'du, ande jo. Edhe kam pyet, pse ata këtë fjalë? Ata ka thonë, por çfarë ka qëllimi me këtë fjalë? Ka thonë që e tani shejtani umerë dhe ka futtani ya Ahmed, umika ya Ahmed. Po smujta me deviju. Mirë po Imam Ahmedi ka qenë dietar i madh, ka thonë la ba'du, ande jo. Do ndër në momentin e fundit. Tani në frymarin e fundit njeriu nuk është do të shpëton prej shejtanit ose prej kursave të tij, prej luftës së tij, prej rëvësisë së tij. Por edhe këtu shejtani ka dashur me mashtruar Imam Ahmedin që ai më kon i vetkënaqshëm, me godit vetpëlqimi. Po që ona arrita mik shejtanit. Mirë po Imam Ahmedi ka qenë dietar i madh. Edhe s'ka këtë kurs shejtan. Ka një ëndës kanë shpëtuar prej teje. Prandaj muslimani i cili është i mençur do ta kujtoj këtë gjatë kalimit ditëve dhe natës, do të vazhdimisht ta kujtoj se ka një armik, një hajdut që ja vjedh imanin e tij. Edhe e keqja e këtij hajni është se ai të sheh ty e ti nuk e sheh ato. Ja nuk e sheh duke tu afruar. Prandaj çush kanë thonë disa prej selefëve, a'duun yaraka wala tarahu shadidul mu'min. Një armik i cili të sheh, edhe nuk e sheh vërtet është armik i vështirë. Është armik i rrezikshëm. Po është armik që nuk ndahet kur ty. Gjithashtu do ta kujtojmë në një anë tjetër për këtë ajet të Allahut subhanahu wa taala, por limen arada yadhakkar, ai i cili dëshiron të kujtojë. Po në kalimin e ditëve dhe natës është që përfundon jeta jonë, përfundon ymri jonë, edhe përfundon e gjithë jeta e njerëzve, apo e gjithë jeta përfundon e gjithë koha në këtë univers. Prandaj me kalimin
apo përfundimin e kohës, edhe me përfundimin e ditëve dhe natëve, ndodh kiameti. E pastaj njerëz do dalin para Allahut subhanahu wa taala, Zoti i fortë. Që Allah subhanahu wa taala t'i marrë llogari ata. Që Allah subhanahu wa taala t'i shpërblej ata për veprat e tyre, nëse kanë bërë vepra të mira apo t'i ndëshkojnë nëse kanë bërë vepra të këqija. Prandaj ne do t'i kujtojmë ajetet që janë fund surës Fajr. Edhe pse i kemi komentuar do thotë në ders të veçantë. Mirë po, çfarë thot Allah subhanahu wa taala, po pi përsëritim pra. Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka. Jo kurse se nuk është ashtu. Kjo kella që ka ardhur kështu në gjuhën arabe është fjalë e cila çorton, ose fjalë çortuese. Po me këtë fjalë Allah subhanahu wa taala po na çorton ne. Për çka po na çorton Allah subhanahu wa taala? Na çorton për atë që ka përmend në ajetet më lart. Po kur e përshkruan natyrën e cilën e ka kriju Allah subhanahu wa taala njeriu, çka thot? Kalla bal la tukrimun al-yatim. Nuk është ashtu, kurse se mirë po thot ju nuk e nderoni yetimin. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Edhe nuk e nxesni njëri tjetrin me ushqim të varfër. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Edhe e zhvatni pasurinë, trashëgiminë e dobëve me një lakmi të madhe. Po tuhibbuna al-mala hubban jamma. Edhe doni pasurinë me një dëshiri pa kufishme. Prandaj Allah subhanahu wa taala thot kalla, jo kurse se nuk bën njeriu me kon kështu. Nuk bën ai i cili thot robi Allah subhanahu wa taala me kon këtë gjendje. Mirë po njeriu duhet të jenë në jetën e kësaj bote duke kujtu ahiretin. Po duke kujtu përfundimin e tij. Ku më qenë fundi i rrugtimit tina. Në mënyrë që edhe gjendja tina në këtë dunjë të përmirësohet. Po edhe këtë dunjë pasaj të jetë vepër mirë. Po të kujtoj ato që përmendet pastaj në ajetën e vlerëm pi gjërave që do ndodhin ditën e Kiametit. E prej tyre është e para që përmend Allah thotë edha tukkatil ardu dakka dakka. Kur dridhet toka dridhje pas dridhje, dakkan dakkan, do të thonë është kur toka do dridhet. Po Allah subhanahu wa taala po thotë që ju keni me pa, po ata që mbesin për njerëzit do ta shohin ndodhin e Kiametit, po se si toka dridhet dridhje pas dridhje. Edhe bëhet, që thot Allah subhanahu wa taala sikurse leshi. Po edhe bëhet shtrime, do të shtrihet krejt. Nuk ka më pas aty as do thot pjesë të larta as pjesë të ulta. Po këtë toka do të jetë një shesh i hapur për gjithë njerëzit. Edhe çdo njeri prej neve, edhe prej njerëzve që kanë kaluar, ata që do të vinë të ardhmen, do të qëndrojnë këtë shesh të hapur. Po s'ka më pas shtëpia, s'ka më pas male, s'ka më pas podra, s'ka më pas pemë, s'ka më pas vende ngritura apo vende të ulta. Këtë toka do të jetë rrafsht. Pastaj dielli do të afrohet afër kokave të njerëzve. Edhe njerëzit do të qëndrojnë në këtë qendrim, do thotë kaq vështirë. Edhe do të zgjatet shumë qëndrimi i tyre. Po secili njerëz do të qëndrojnë këtu duke prit llogaridhënien. Edhe përfundimin e tyre, a do të përfundojnë në xhenet apo do të përfundojnë në zjarr. Ose të një branive do të kujtoj këtë gjendë. Edhe do të kujtoj që Allah subhanahu wa taala do thotë çu shka Allah benason që kjo do të jetë do të zgjat 50000 vjet, kurse Allah thotë wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun. Një ditë tek Zoti yt është sikurse 1000 vjet që ju llogaritni. 1000 vjet nëse e krahasojmë me jetën që e ka kaluar Sobaj, është shumë pak. Pra ke kalu të jetë aq zot, në adhurim ndaj Allah subhanahu wa taala, sa që mu ballafaqu me këto 1000 vite, qëndrimit atë. Po kjo është ditë shumë e vështirë. Dita kur njerëzit do të qëndrojnë para Allahut subhanahu wa taala, në këtë qendrim. Edhe do ta presin, po afrohet dielli shumë afër kokave të tyre. Edhe do ta presin llogarinë, po me dhon llogari para Allahut subhanahu wa taala. Nëse ne e marrim jetën e kësaj bote, për shembull, nëse dikush jeton 70 vite. Për 70 viteve, mundu me hek 15 vite që i ka kalu para se me hin moshën madhore. Gjithashtu për tyne viteve që i kanë bet, një tretën e tyre e hekëm që i kanë kalu në gjumë, o duke flajnë. Pra nësë janë 70 minus 15 janë 55. Një treta 55 që të pra afërsisht 18 vite. Nëso bëna e se neve prej viteve, që ne do të dhajmë llogari për Allahut subhanahu wa taala, ose
shpresojnë që përmes aty në vite me kalu këtë gjithë kaq vështirë, pastaj me përfundu në xhenet. Po shumë pak. Po jesën parafërsisht 24. Po jesën shumë pak për vite. Po nëse ti dikush i ka jetu 60 vite, atëherë për jesën 37 vite jetë. Po cilat do thotë shpreson që përmes tyne ko me kalu këtë ditë e cila do thotë që ka thonë në hadithet e pejgamberit sa son do të jetë qëndrimi 50.000 vite. Kjo është jeta jote, nëse jeton 70 vite. Po marrëm parafërsisht sa mundet me jetu njerëz ose si shembull. Po ditë e gjatë, edhe dielli është shumë afër të kokave të njerëzve, të krijesave. Nuk ka natë aty. S'ka hije, nuk ka pemë, ku njerëz mundet mos strehun, fiksojnë nxehtësia, nuk ka shtëpia. Nuk ka as klima. Do është ditë e vështirë, nuk ka kur fare freskie. Do është nxehtësia e madhe. Kjo do ndodhë, kjo është ditë e gjatë. Edhe nes vërtet do të jenë në gjendje të vështirë. Saqë kanë me shku të gjithë pejgamberët edhe me kërku që ata me ndërmjestu të Allah subhanahu wa taala që me fillu me dhënë llogari. Edhe pse do thotë disa prej tyre dinë që përfundimi do të jetë zjarri i xhenemit, mirë, por nuk mundën me duru këtë gjendje të vështirë. Pra spari vinte Ademi e ai arsyetojë që nuk mundet me ndërmjestu të Allah. Pastaj te Nuhi edhe ai gjithashtu arsyetojë. Pastaj te Ibrahimi edhe ai gjithashtu arsyetojë. Pastaj te Musa edhe ai gjithashtu. Pastaj te Isa alayhis salam edhe ai gjithashtu. Në fund do thotë Isa i këshillon që me shku te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe thotë ana laha. Unë jam mund ta kam këtë ndërmjetësim. A shkon te Allahu subhanahu wa taala dhe bën sejdë në arshën e tij. Edhe Allahu subhanahu wa taala ja hap atin, ja mëson me falendëru Allahun. Me lavdëru Allahun subhanahu wa taala me falëndrime që nuk i ka ditë më herët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Allah do i drejtohet dhe thotë irfa ra'saka wasal tuqta. Ngritë kokën tonë dhe kërkos se do të jap atë që kërkon. Washfa'tu shaf'a. Kërkon ndërmjetësim do të pranohet ndërmjetësimin. Pastaj çka do ndodh pasi që ndërmjetëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu do të fillojë mi marr llogari njerëz. Po do të vi Allahu subhanahu wa taala mi marr llogari njerëz. Po me gjyku mes njerëzve. Çu shka orë këto? Pastaj ajeti wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Edhe do të vijë Zoti yt. Wa ja'a rabbuka do të vijë Zoti yt dhe melekt trashtuar në safa, në rreshta. Po vjen Allahu subhanahu wa taala dhe melekt. Çfarë thotë Allahu në ajetin tjetër, hel yanzuruna illa ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal malaika. Ama surprizën ata ditën kur Allah subhanahu wa taala do të vijë përmes hijeve trave edhe melekët. Ose në ajetin tjetër thotë hel yanzuruna illa an ta'tiyahum al-malaika. Ama surprizën që më ardh melekët, au ya'ti rabbuka apo më ardh Zoti yt, au ya'ti ba'du ayati rabbik, apo më ardh disa ajete, ato argumente, prova të Zotit ton. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra. Sot atë kur vin disa ajete, shenja të Zotit ton, atëherë njeriu nuk i bën dobi imanin nëse s'ka besuar më herët, apo nëse nuk ka bërë punë të mira me imanin e tij. Pra Allah subhanahu wa taala vjen me gjyku mes njerëzve. Wa ja'a rabbuka vjen Zoti wal malak wa malakt. Pra se malakt e çdo qiellit zbresin në vendin e mahsherit, tokën e mahsherit, vend tubimit njerëzve. Edhe rrethon këtu. Pastaj vin melekët e qiellit dytë e bën rreth, tretë e kështu me radhë deri lart e pastaj zbret Allahu subhanahu wa taala. Pra njerëzit do të jenë mes. Melekët do të rrethojnë nga çdo anët. E pastaj zbret Allahu subhanahu wa taala që me gjyku mes tyre. Pastaj çka ndodh? Allah subhanahu wa taala thot waji'a yawma idhin bi jahannam. Edhe ditë do sillë xhehenam. Allah na ruaj. Pra ditë Allah subhanahu wa taala do ta sjell xhehenamin afër mahsherit, tokës ku do të bëhen njerëz. Edhe xhehenami sillet duke u tërhequr zor. Pra tërheqën melek. Prandaj Allah subhanahu wa taala thot waji'a yawma idhin bi jahannam. Do të sillë xhehenami atë ditë. Kush do ta sjell? To ka shëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot yu'ta bi jahannam yawma idhin laha 70,000 zimam. Atë do të sillë xhehenami dhe do të ketë 70,000 litar. Me kulli zimamin 70,000 malak. Yajurrunaha. Çdo litar do të jetë 70,000 melek që tërheqin ato. Po melekët janë ato që tërheqin xhehenamin deri te toka mahsherit, ditën e kiametit. Po sa është komplet numri i melekëve që tërheqin? 4.900.000. 70,000 herë 70,000. Milion.
Allah subhanahu wa taala thot vajia yawma idhin me jahannam. A dit do të sjellë jahannam. Pse çka ndodh kur njeriu është në jahannam, ose ata që në mahshar, thot yawma idhi yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra. Atë do të kujtohet njeriu. Mirë po, sa do t'i bëj punë kujtimi i tij. Po qëllimi është për njeriu i cili ka qenë gafil, ka qenë i pavëmendshëm, ja ka thyer shtëpinë në festë Allah subhanahu wa taala. Nuk i ka plotësuar obligimet ndaj Allah subhanahu wa taala. Ka kaluar ditët edhe natët duke qenë në hidhrim ndaj Allah subhanahu wa taala. Yawma idhi yatadhakkar, atë njeriu do të kujtohet. Për këtë arsye, këtu ne do të meditojmë rreth kësaj pjese të Allah subhanahu wa taala. Po jemi na që do të kujtohemi sot kur i dëgjojmë këto ajete të Allah subhanahu wa taala. Edhe ajo që e përmendëm më lart, pra me vetur rreth kalimit ditëve dhe natëve, që ne kemi për atyre që kujtojnë. Po sot që na bën dobi, kur ne kujtohemi edhe meditojmë rreth asaj, apo do ta shtyjmë kujtimin deri në atë ditë, kur do sillet xhehenami e pastaj njeriu nuk i bën dobi kujtimit tij. Po secili prej neve do ta shikojmë veten tonë se çfarë gjendje jemi. Apo do të kujtohemi tash dhe ta përmirësojmë gjendjen. Që thot Allahu liman arada yadhakkar. Kush dëshiron për ju me kujtu. Pra do të kujtohemi tash apo do ta shtyjmë për ditën e Kiametit kur nuk na bën dobi kujtimi. Nuk na bën dobi pikëllimi dhe dëshmimi. Pra do ta jetojmë jetën e ahiretit duke qenë dëshpim dhe pikëllim. Prandaj Allah subhanahu wa taala vazhdon thot ai i cili nuk është kujtuar gjatë jetës dunjas. Mirë po i bën mend atje, kujtohet atje kur sillet xhehenami thot yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Ai do thotë mirë hon, sikur të kisha punuar për jetën time. Po ato do të ndalemi. Për cilën jetë ka fjalë Allah subhanahu wa taala këtë jetë. A është për jetën që jemi duke jetuar tash apo për jetën e ahiretit? Qëllimi është për jetën e ahiretit. Ajo ja vlen quhet jetë, jo kjo jeta që jemi duke jetuar tash. Prandaj njeriu kur i sheh se çka po humb, ta shpërblimin e madh jetën e vërtetë në ahiret, në xhenet. Sot ta sigurt kisha punuar edhe mirë, unë sigurt kisha punuar edhe unë për jetën time. Prandaj Allah subhanahu wa taala thot wa inna ad-dara al-akhirah la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Sura Al-Ankabut ayat 6. Sot vërtet shtëpia banesa e ahiretit, kjo është jeta e vërtetë. Kjo është jeta reale. Po jeta e kësaj dunjaje nuk ja vlen më shumë jetë, edhe pse është jetë, mirë po është jetë e përkohshme. Po jeta e vërtetë është jeta e ahiretit. Sikur ta dinë thot Allah subhanahu wa taala. Prandaj edhe këto po thotë yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Njeriu do thotë mirë unë sikur të kisha punuar për jetën time. Pastaj cili do të jetë përfundimi i këtij njeriu? Thotë yawma idhin la yu'adhibu 'adhabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Adet askush nuk dëshkon me dëshkimin e Allahut, askush nuk lidh. Po ashtu që është lidh Allahu subhanahu wa taala. Pra qëllimi është me zinxhir, që do të lidhen jo besimtarët, do të hidhen pastaj në xhenem. Pastaj Allah subhanahu wa taala kalon do thot tema konteksti e jetëve tek shpirti i besimtarit, i cili ka qenë i qetë me iman këtë dunja. Pa i cili ka gjetë prehje me iman këtë dunja, dhe mbindje në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Çka do thot ai në atë kohë kur do sillet xhehenam? Allah do të drejtohet dhe do thotë ja ayyatuhan nafsul mutma'inna, o ti shpirt i qetë. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ktheu te Zoti duke qenë i kënaqur me të dhe ai duke qenë i kënaqur me ty. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hyn mesin e robërve të mi dhe hyn xhenetin tim. Po këta janë shpirta, ose këto fjalë do të ndërtojnë atyre që shpirtat e tyre kanë qenë prej edhe qetësinë jetën e kësaj dunjaje me iman dhe bindje dhe adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra mthyt Allah subhanahu wa taala me vepra që kënaqen Allah. Edhe çka kanë dhënë mundin e tyre, maksimumin e tyre. Kanë bërë sabër. E kanë detyruar shpirtin nesën e tyre në durim sabër, në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kanë luftuar me shpirtin e tyre në bindje ndaj Allahut. Ta në luftë me bë me shpirtin tonë. Derisa kanë takuar Allah subhanahu wa taala dhe ai Allah është i kënaqur me ta. Prandaj edhe kjo është një anë për cilën ne do të meditojmë rreth këtij ajeti të Allah subhanahu wa taala që përmend në fillim. Pra, liman arada yadhakkar, ai që don me medituar dhe me menduar kësaj. Prandaj do thotë me menduar për ndryshimet ditës edhe natës, apo ndrimit tyne, do thonë kjo është një mejdan, është një fushë shumë e gjerë, që na përfitojnë shumë prej saj. Mirë po na po ndalemi këto, që mos zgjeru më shumë. Po ajeti nuk ndalem këto. Allah subhanahu wa taala thotë au arada shukura, nëse don me mendu apo don me falendëru, me kon minjas. Po ashtu në meditimin edhe mendimin rreth ndryshimit edhe
ndrrimit ditëve dhe natës, neve na hapet gjithashtu edhe derë e madhe mi falendëru edhe më kanë mirënjohës ndaj Allah subhanahu wa taala për mirësinë që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Pra Allah subhanahu wa taala na ka dhënë mirësi të shumta në jetën tonë. Pa që thamë ndrimin e natës edhe ditës. Çfarë na ka dhënë shëndet plot, selamet. Pastaj na ka dhënë Islamin edhe imanin. Kjo mirësi është e pastër prej Allahut subhanahu wa taala. Është dhunti prej Allahut, kështu do ta kuptosh. Po sigur Allah subhanahu wa taala mos ta kishte dhënë këtë rast kush nuk mundet me të udhëzuti në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj në ndryshimin e natës së ditës ka khilfatan liman arada yadhakkar, ai që don me kujtu, au arada shukur ose ai që don me falendëru. Po don me falendëru Allahun subhanahu wa taala për mirësitë e tij. Prandaj ai që nuk e falendëron Allahun gjatë ditëve dhe natëve, atëherë ai nuk e ka kuptuar mirësinë, vlerën, kimetën e ditëve dhe natëve. Sidomos nëse nuk i përdor këto ditë dhe natë në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nga se, çush kemi thonë shpesh, falëndërimi ndaj Allahut subhanahu wa taala nuk është vetëm me gjuhë. Me thonë elhamdulillah, ose falëndërimi i takon Allahut. Mirë, po falëndërimi ndaj Allahut subhanahu wa taala duhet bëhet me gjuhë, me zemër, edhe me gjymtyr. Po duhet bëhet me gjuhë duke e madhruar Allahun, duke thurë lavdata për Allahun subhanahu wa taala, duke falëndruar Allahun për mirësitë e tij. Bëhet me zemër duke i njoft mirësitë edhe dhuntit e Allahut me zemrën tonë. Po me dashuri dhe madhrim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Allah ta ka dhënë mirësinë udhën ti ndjesh dashurinë ndaj Allahut, ta dish me ditë që kjo të ka ardhur prej Allahut subhanahu wa taala. Po është mirësi që ka ardhur direkt pastër prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe me dashur Allahun subhanahu wa taala. Me dashuru Allahun për këtë mirësi, edhe me madhru. Edhe pastaj me gjymtyr qysh duke përdorur atë mirësinë e bindë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj njeriu kur e lexon këtë ajet surës Furqan, po Allah subhanahu wa taala kështu po thotë që ka bërë ditën edhe natën për ndryshimin e tyre. Pra që don me falendërim, me kujtu apo me falendëru Allah subhanahu wa taala. Ma njëherë i vjen mendje, to çdo musliman i vjen mendje se një pyetje shumë e rëndësishme. Duke e lexuar këtë ajet. Pra këta të cilët meditojnë rreth ndrrimit të ditës edhe natës, çush na ka lajmëruar Allah subhanahu wa taala këtë ajet. Edhe që kujtohen pas kësaj, edhe falendrojnë Allahun subhanahu wa taala. Cilat janë cilësitë e tyre? Cilat janë tiparet e tyre? Cilat janë veprat e tyre? Me cilat vepra ata stolisën? Cila është bukuria e tyre? Cilat janë lajmet për ta? Po njeriu vazhdimisht ndjen atë mallin e madh, dëshirën e madhe që më njoft cilësitë dhe veprat e këtyre njerëzve. Në që edhe ky pastaj me dhon mundin e tij me vepru edhe mu përpjek që me konë si për ata. Po me konë për atyre që kujtohen edhe falendrojnë Allahun subhanahu wa taala. Allahu vazhdon në ajetën vijem edhe tregon se cilat janë cilësitë e tyre. Për këto inshallah na do ta marrim një ders tjetër në tavën, Allah na mundsoft, ku përmenden cilësitë e robërve të gjithëpërfshirshme. Mirë po sot vetëm po i lexojmë ajetet. Me ditë se cilat janë cilësitë edhe veprat e atyre që kur meditojnë rëndrimit ditës edhe natës e kujtojnë, po i kujtojnë ato gjëra që i përmendën më lart dhe falendrojnë Allahun subhanahu wa taala. Çka thot Allahu pas këtij ajeti? Thot: "Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama." Dhe robët e gjithëpërfshirshëm janë ata të cilët ecin me thjeshtësi në tokë. Po jo me kryelar me shen, me djema. Edhe kur paditurit ju drejtohen me fjalë, ata ju thonë selam. Pra nuk ja kthejnë me të njëjtën mënyrë. Walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Janë ata të cilët tërë natën e kalojnë duke fal për Allahun subhanahu wa taala në sejdë dhe duke shëndruar këmbë. Walladhina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adhaba jahannama inna 'adhabaha kana gharama. Ata të cilët thonë o Zoti na largon neve dëshkimin e zjarrit të xhenemit, se vërtet dëshkimi i saj është i jashtër. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Vërtet Xhehenami është vendstrehim dhe mandbanim shumë i keq. Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. Ata të cilët kurdojnë kur shpenzojnë, as nuk janë dorë shkuar, por nuk dhojnë shumë, as nuk janë dorë shtrënguar. Mirë po, e zgjedhin rrugën e mesme mes këtyre dyjave. Walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa ma yaf'al dhalika yalqa athama. Ata të cilët nuk lutën, nuk e adhurojnë asnjë tjetër përveç Allahut subhanahu. Pra nuk e lutën asnjë krahas Allahut, mësoash me Allahun.
edhe nuk e vrojnë shpirtin njeriu në cilën e ka bërë Allahu haram, por vetëm me drejtën e shariatit. E wala yaznun, edhe nuk bën zina, nuk bën kurvri. Edhe ai që i bën këto, thotë vërtet ka me gjet ka bërë me kat të madh, ka me gjet dëshkim tash për të Allah. Cili është ai? Yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Thotë ati i dy fishohet dëshkimin ditën e Kiametit. Dhe aty do të qëndroj për herë i nënçmuar i poshtruar. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Do të përveç atyre që pendohen edhe bajnë vepra të mira, atëherë këtyre Allah subhanahu wa taala do t'ia ndroj veprat e këqija që i kanë bën të kaluar me të mira. Po veprat e këqija do t'ia zavancoj me të mira. Thotë Allah subhanahu wa taala është shumë falës i mëshirëplot. Wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Prandaj që thotë Allah që pendohet dhe bën vepra të mira i vërtet është kthyer është penduar te Allah subhanahu wa taala me besim sinqert. Walladhina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-lagwi marru kirama. Thotë ata të cilët nuk e dëshmojnë të keqen. Kur kalojnë afër sajna, do të kalojnë me dinjitet. Walladhina idha dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summan wa umyana. Dhe ata cilët kur i kujtohen ajetet e Allah subhanahu wa taala nuk bëhen dëverë as shokër. Pra i pranojnë për kujtimet që javojnë tjerë me ajetet e Allah subhanahu wa taala. Walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Janë ata cilët i lusin Allah thonë o Zoti na jep grave tona dhe fëmijëve tonë atë që është kënaqësi për sy tonë, prehje për sy tonë. Edhe na bëj udhëhesa për të devotshmit, imamat devotshëm. Ulaika yujzamuna al-ghurfata bima sabaru wa yalquna fiha tahiyatan wa salama. Sot këta do të shpërblehen me ghurfa. E ghurfa janë ato dhomat më të larta në xhenet. Bima sabaru për shkak sabrit që e kanë treguar në jetën e dunjas. Pra këto gjëra nuk arrihen vetëm me sabër, me durim. Thotë aty do të kenë përshëndetje edhe selam. Pra në xhenet. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Thotë aty do të jenë për herë edhe dhe sa vën strehim edhe vend banimi mirë është në xhenet. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Thot Allah nuk ju merr ju parasysh sikur mos të kishte qenë lutja juaj. Për adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë të dhabtum fa sawfa yakunu lizama. Thot ju keni përgjigjëstru, pa ju dërtohet ju besimtarëve, e gjithsesi do t'ju kap ju ndëshkimi i Allahut subhanahu wa taala. Po kjo ajete na flasin për një temë shumë të madhe. Po konteksti i këtyre ajeteve na tregon cilësitë e atyre të cilët do thotë kanë përfituar në meditimin rreth ndrrimit ditëve dhe natës. Pra kanë marrë mësime, kanë marrë këshilla. Edhe do thotë janë kujtuar dhe kanë falendëruar Allahun subhanahu wa taala. Mi po çish tham, inshallah për këto cilësitë e këtyre njerëzve apo këtyre besimtarëve të devotshëm do të flasim në një ders tjetër, Allahu alem. Ne në fund e lutem Allahun subhanahu wa taala që në vë për atyre që vërtet profitojnë prej ajeteve të Allahut subhanahu wa taala, prej shenjave të tina, e sidomos do thot prej përfitu kur meditojmë rreth ndryshimit ditëve edhe natëve. Allahu alem. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.